Në lidhje me gjykokon që tashmë ka pezulluar nga detyra Belinda Balluku, ndërkohë që bëhet me dije se gjykata e posaçme ka lëshuar edhe 2 masa arresti në shtëpi, ku objekt hetimi është edhe tenderi për ndërtimin e lotit 4 Unaza e Madhe në afërsi të Shkozës, përveç tunelit të Llogaras, pra është edhe një zhvillim tjetër i lëshuar nga gjykata e posaçme ditën e sotme për të 2 masat e arrestit, ndërkohë që lidhemi një herë sërish me kolegun Fation Gjinaj për të na dhënë edhe detajet e fundit të mësuara në këtë çast. Fation, përshëndes edhe një herë. Të përshëndes sërish Neida, sa i takon operacionit të SPAK, i cili ka të bëjë me një vendim të marrë gjyqësor, duke pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme lidhur me pezullimin nga detyrat të Belinda Balluku dhe ndalimit të saj të daljes jashtë vendit. Ka detajet e reja për këtë vendim gjyqësor, pasi janë firmosur edhe 2 masa të tjera arresti në shtëpi, ndërkohë që bëhet fjalë për kreun e Kesh Erald Elezi dhe drejtorin aktual të autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, që janë në arrest të shtëpie. Ndërkohë që përveç tunelit të Llogaras me një vlerë abuzive të tenderit prej 50 milion euro që është një shumë e zhdukur, por që në total kushtoi taksapaguesve mbi 190 milion euro, gjykata e posaçme ka aprovuar një tjetër material hetimor të prokurorisë së posaçme që ka të bëjë me tenderin për ndërtimin e lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës, që përkon me aksin në afërsi të Shkozës. Një nga akset dhe lotet, 8 lotet e ndara të Unazës së Tiranës, më të zvarritur, të denoncuar edhe nga një prej subjekteve që mori pjesë në garën për tenderin në fjalë në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe me sa duket prokurori Dritan Prençi ka bashkuar procedimet penale në një, dhe akuza ndaj Ballukut dhe 2 zyrtarëve të tjerë përfshin edhe tenderin për ndërtimin e lotit 4 të Unazës së Madhe të kryeqytetit, përveç hetimit të tenderit dhe akuzave përkatëse ndaj tyre për shkelje të barazisë në tendera lidhur me procedurën e prokurimit publik me vlerë 190 milion euro të ndërtimit të tunelit të Llogaras. Ndërkohë që veç Ballukut për këtë çështje, sikurse theksova dhe 2 emrat e tjerë të mëparshëm të pandehur janë marrë edhe shtetasit Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashica, pa ma sigurie, paktën deri tani nuk konfirmohet, ndryshe nga treshja tjetër, drejtori aktual i ARSH-s, drejtori i Keshit ose drejtori aktual i OSHE-s Erald Elezi dhe Belinda Balluku, e cila javë më parë është marrë pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera, ndërkohë që së fundmi është vendosur edhe pezullimi i saj nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Hetimi SPAK ka të bëjë me projektin e madh në ndërtimin e tunelit të Llogaras, pjesë rrugës Orikum Himar, që është një seksion i autostradës Vlorë-Sarandë. Tenderi u hap fillimisht më 11 dhjetor 2020 dhe u mbyll në 12 shkurt 2021. Por më 19 prill të njëjtit vit, pra 2021, në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik u njoftua se tenderi ishte anuluar, pasi asnjë ofertë nuk ishte e suksesshme në përputhje me dokumentet e tenderit. Në këtë procedurë paraqiten 6 oferta, më ulta ishte ajo e shoqërisë Gjoka Construction me vlerë 14 miliard lek, ose thonë ndryshe 140 milion euro. 50 milion euro më pak se pas 3 muajsh do të kandidonte dhe të merrte pjesë në procedurë një kompani turke që u shpall edhe fituese pas pezullimit të procedurës së parë me 6 antar kompanish e shoqërisë pjesëmarrëse në tendera. E njëjta garë, pra sikur se theksova pak më herët, u shpall në 22 qershor 2021 për ndërtimin e tunelit të Llogaras me një fond limit që tashmë kishte rritur vlerën në 190 milion euro pa TVSH. Në tenderin i cili u mbyll në 28 korrik po të njëjtit vit, u bën 5 oferta, ku grupi i 2 kompanive turke, Intercar dhe ASL, u shpall fituese me ofertë 170 milion euro plus tatimin e vlerës së shtuar. SPAK dyshon se Belinda Balluku ka kryer veprime që mund të kenë ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë proces prokurimi, pasi tenderi u anulua kur oferta ishte më ulët, pra 140 milion euro, dhe u rihap pak muaj më pas dhe u dha bashkimit të kompanive turke, edhe pse kishin ofruar vlerë më të lartë.
Tashmë është zyrtare, Belinda Balluku nuk do të futet më në zyrën e saj në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, njëkohësisht edhe në zyrën e zëvendës kryeministrës, vijon të jetë antare e Kuvendit të Shqipërisë, si deputete e qarkut Fierit, për shkak se nuk është në kompetencën e gjykatës të marrin vendime të menjëhershme për ndërprerjen e mandatit të saj, pasi në raste të tilla, nëse vlen një kërkesë e tillë apo ushtrohet një kompetencë e tillë SPAK, fillimisht i drejtohet Kuvendit, i cili në mbledhjen e Këshillit të mandateve në parlament, në përfaqësues të grupeve parlamentare, vendos të pranojë kërkesën ose jo për heqjen e mandatit, gjë e cila deri tani nuk konfirmohet se është pjesë e kërkesave të prokurorisë së posaçme. Pra, ajo vjon të ushtrojë detyrën e deputetës. I desh disa javë SPAK për të ardhur te ky konkluzion dhe firmosur një kërkesë shtrënguese tashmë, si pezullimi nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit, që nga dita kur Belinda Balluku u paraqit me avokatën e saj, që rezulton të jetë edhe motra e saj Pamela Qirko, për të njohur me akuzën e shkeljes së parazisë në tendra, pikërisht për tunelin e Llogaras, ku mor e pandehur. Ndërkohë që sot ajo është përballë dy masave të tjera shtrënguese. Bashkë me të edhe një sër zyrtarësh, si dy drejtorë, antar të Komisionit Vlerësimit të ofertave, apo edhe një ish drejtor i arrestuar më herët, që është edhe bashkëpunëtori më i afërt i saj, Evis Berberi. Përveç tenderit të Llogaras, pjesë e kërkesës së SPAK drejtuar gjykatës, që miratoi kërkesën për masa sigurie, është edhe koncesioni apo tenderi publik mbi procedurën e ndërtimit të aksit të Unazës së Madhe. Ciloti i 4 në Unazën e Madhe, që përfshin edhe zonën e Shkozës. Tashmë kemi dy persona të cilët me sa duket i është lëshuar masa e arrestit në shtëpi, konkretisht për Rail Delezin dhe Gentian Gjylin me këtë masë, apo jo? Po, është një masë e cila nuk konfirmohet deri tani pasi është dhënë shërbime policore nëse është ekzekutuar apo jo, por bëhet fjalë për dy drejtorë të rëndësishëm të kabinetit edhe të ministrisë të drejtuar nga Belinda Balluku, përkatësisht Delezi dhe Gjyli, që kanë masë shtrënguese. Nuk është e qartë ende sepse për vartësit ka një masë shtrënguese dhe për personin që SPAK akuzon se është përfshirë aktivisht në procedura dhe falsifikimin apo edhe favorizimin e një kompanie dhe disfavorizimin e një kompanie tjetër, siç është Belinda Balluku, për cilën nuk ka masë të kufizimit ekstrem, sikurse njihet arresti i shtëpisë, pasi është pothuajse baraz me arrestin në burg, por ka masë pezullimi nga detyra dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Më lejoni ta them, duket sikur është një mesazh që nisi të jepej nga prokuroria e posaçme disa javë më parë kur i komunikoi statusin e të pandehurës. Belinda Balluku jo vetëm që nuk dha dorëheqjen, por vjoi të ushtronte punën e saj, të promovonte aktivitetet e sektoreve që drejtonte në kabinetin qeveritar dhe të heshte përballë akuzave. SPAK doli me një tjetër vendimarrje për masa deri diku kufizuese, jo deri diku, por kufizuese të pezullimit nga ushtrimi i funksionit publik deri në një moment të dytë dhe ndalimit daljes jashtë vendit, ndoshta edhe në këtë rast përdon një mesazh që Belinda Balluku të paraqitet dhe të sqarohet gjyqësisht dhe penalisht si një e pandehur, sikurse ka statusin prej disa javësh. Një përfundim dhe konkluzion që u arrit kryesisht nga transkriptimet e bisedave në aplikacionin WhatsApp dhe Signal me saj dhe Evis Berberit, por edhe antarë të tjerë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave apo zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që drejtohej nga Belinda Balluku, ku zbërthyen edhe mekanizmin që ishte përdorur përmes këtyre komunikimeve që kishin vendosur për fatin e 190 milionë eurove të taksapaguesve shqiptar që u dhanë për ndërtimin e tunelit të Llogaras, duke marrë në konsiderat pikpyetje të mëdha se a janë zbatuar kushtet e sigurisë. Një inxhinier grek ngritë shqetësime të dukshme për rrezikshmërinë e punimeve nëse do të vijojë për punimi i tunelit me ato materiale dhe në atë mënyrë që kishte vijuar nga nënkontraktorët, e deri tek urat e pabëra, pavarësisht se ishin në projekte e të tjerë me radhë. Tashmë Balluku dishtohet edhe një tjetër moment me funksionin e saj,
që ka të bëjë me ndërtimin e unazës së madhe të kryeqytetit, një nga projektet më të zvarritura dhe më me polemika, kujtojmë protestat të shumta, kontestime nga banorët e 5 majit që janë në afërsi të aksit të Astirit, përfshirë së fundmi edhe të Shkozës që denonconin her pas here, madje një nga kompanitë që kishte marrë pjesë në procedurat e prokurimit për të fituar këtë garë për lotin e 4 në zonën e Shkozës ishte drejtuar institucionalisht drejtësisë për të kërkuar llogari se çfarë kishte ndodhur me procedurat e prokurimit publik ku favorizuan sipas tij kompani që nuk plotësonin kushtet dhe kriteret, por që njiheshin si të afërta me pushtetin. E qartë. Mirë Fation, do të falenderoj shumë paraprakisht për gjitha këto informacione që na përcolle, sapo të kemi të tjera zhvillime, ne do të kemi komunikimet më tej